dihet me siguri se si ka shkuar darka e shumë përfolur e 2 majit, duke gdhirë data 3 mes Edi Ramës dhe Ilir Metës në shtëpinë e këtij të fundit në gjirin e Lalzit. Nuk dihet nëse kanë ngrënë peshkun apo ngjalën, që i zoti i shtëpisë i ruan të freskëta për raste të tilla. Nuk dihet gjithashtu nëse Meta, ashtu siç e pati përshkruar Rama në librin e tij Kurban, ka qenë i pushtuar prej sëkëldisë së dyshimit e të frikës që i shkon në kock dhe ja paralizon lidhjet mes trurit, figurës dhe zërit. Ajo që dihet me siguri është se kryetari i Partisë Socialiste e hodhi hapin e parë drejt një bashkëpunimi të mundshëm me LSI-n, jo aq për zgjedhjen e presidentit, sesa për një aleancë të re në zgjedhjet e vitit 2013. Shfaqja në Sheraton ishte një lloj noterizimi publik i aktit të afrimit të luajtur një skenë pa spektator, ashtu si gjithë të luajnë më së miri Edi Rama dhe Ilir Meta. Për shumë kënd që mendon se politika në Shqipëri nuk ka më moral, afrimi Rama-Meta është justifikuar. Është justifikuar edhe nga ata që për disa kohësh po ndërtojnë teorinë sipas së cilës për të rrëzuar Berishën mund të bëhet aleancë edhe me djallin. Në këtë kontekst të azgjësimit të moralit në politik, nuk ja vlen të përmenden çfarë ka thënë Rama për Metën dhe Anasjeltas në këto 3 vitet e fundit. Nuk ja vlen të diskutohet as për vlerësimin katastrofik të së ashtu quajturës luftë opozitare kundër korrupsionit, të denoncimit të trafikimit të votave të majta, apo më e rënda, konsiderimin e 20 janarit si një mjet me skadencë të caktuar për qëllime të ngushta politike. Për të bërë numrat e nevojshëm që të mundet Berisha, gjithçka që ka e lejueshme. Mirë po kjo teori përmban një rrezik të madh brenda vetes. Nëse ajo legjitimon çdo pazar apo akt jo moral të opozitës për të rrëzuar qeverinë, indirekt i jep edhe kësaj të fundit të drejtën të përdorë gjithashtu çdo mënyrë të pandershme e çdo manovër komprometuese për të ruajtur numrat që e mbajnë në pushtet. Qoftë duke siguruar të vetët, qoftë duke peshkuar me grep të artë në ujërat e kundërshtarit. Dhe po qese ky pazar merr statusin e normalitetit politik, rivaliteti politik shndrohet në një garë, të cilën e fiton ai që ka mundësi dhe mjete për të blerë më shumë. LSI nuk dihet ende se nga do të shkojë pas këtij mandati, por dihet me siguri se fal këtij sistemi që po praktikohet, çmimi i saj ka shkuar shumë lart. Pushteti në Shqipëri shpeshherë ka dhënë shembuj të shëmtuar të blerjes së votave, të trafikimit të deputetëve, të aleancave të bazuara mbi interesa dhe jo mbi programe, të bashkimeve të panatyrshme apo të kapërcimeve skandaloze të qëndrimeve për çështje parimore. E nëse ankthi i mbajtjes së pushtetit ka qenë motivi themelor për akte të tilla, ankthi për ta marrë atë nuk do të duhet të prodhonte fenomene të ngjashme. Opozita ka mundësinë, por edhe misionin për të dhënë shembull e një morali tjetër qeverisës. Ajo nuk rrezikon të humbas diçka nëse opozitarizmin e saj e ngre mbi parime dhe standarde për të cilat ka nevojë shoqëria. Ajo do të shërbente kësaj si një platformë, si një hapësirë e gjerë ku do të mblidheshin dhe do të gjenin veten shumica e qytetarëve që janë të dënuar deri tani të zgjedhin mes 2 modeleve të njëjta, mes Berishës e Ramës, me Ilir Metën në mes. Me Edi Ramën në fakt, ky model i dëshiruar opozitarizmi duket i varrosur një herë e përgjithmonë. Edhe modeli i politikës së zhveshur nga morali, që po justifikohet së fundi, nuk është se përbën garanci përfitore. Nëse për opozitën, logjika e numrave prevalon mbi moralin në politik, nëse për Ramën bashkimi me Metën duket sikur ia afron pushtetin, për një pjesë tjetër, kjo përbën zhgënjim. Ky bashkim do të ishte kurbani i radhës në ngjitjen politike të Edi Ramës, i të gjithë atyre që besuan në qëndrueshmërinë e tij opozitare. I të gjithë atyre që ditë për ditë, orë për orë, zhvilluan një betejë të vërtetë për të denoncuar korrupsionin me blok në dorë të Ilir Metës në media, në parlament dhe në rrugë. Nëse Ramës i duhet Meta për të ardhur në pushtet, shumë të tjerëve që bën kaos të përbashkët me të, nuk ju vlen numrat për të mbrojtur qëndrimet e tyre. Dhe ata nuk janë pa ndikim. Këtë e di edhe vetë Edi Rama. Shqetësimi i lexoi në fytyrë edhe kur doli nga takimi me Metën, ndërsa fliste për të mblefosurit nga ky takim, ndonse askush nuk ishte reaguar deri në atë moment. Partizani lupo shkon! Te ka marrë pushkën me një dorë! Partizani lupo shkon! Te ka marrë pushkën me një dorë, I munduar nga ky shqetësim, u ul e shkroi një tekst të gjatë e pa kuptim, ku justifikonte veten pse vendosi të shkojë në TV-klan, sepse ai nuk është një lider që merr vendime të qarta e transparente, mbi të cilat qytetarët mund të gjykojnë.
Rama ka mbetur në nivelin e dikurshëm të prapaskenave në PS, njeri që ka nevojë për ndërmjetës dhe jo për vizion politik, që zgjedh bisedime të fshehta dhe jo akte publike, që kërkon besnik, por nuk di të fitojë besim më të madh, që di të shkruaj fjalime, por jo të jetësoj ato. I pasigurt për atë që po bën, ai hitet një veprim të ri pa menduar për dëmet që shkakton nga pas. Këtë është duke bërë edhe me afrimin me Ilir Metën, po kërkon siguri për 2013 pa menduar për efektet që të shkaktoj tek ata që e kanë mbështetur deri tani. Por, në fund të fundit, ky është Edi Rama, edhe si politikan, edhe si njeri. Të gjitha lidhjet e tij, miqësitë e tij, aleancat e tij kanë përfunduar papritur si kurban në emër të diçkaje tjetër. Ilir Meta është prova e gjallë për këtë dhe prandaj ngjan si një garanci e skaduar për zgjedhjet e ardhshme. Numrat nuk i bëjnë vetëm politikanët, por edhe ata që duan të besojnë në aktet e tyre. Reagimet e fundit në opinionin publik, në kampin opozitar dhe brenda vetë PS-s, po tregojnë se tek Edi Rama vështirë të gjesh arsye për të besuar. Kurbani i radhës i Edi Ramës, nga Armand Shkullaku.